i gjykoj veten sepse them, prap nuk kam bërë mjaftueshëm, nuk kam bërë aq sa duhet. Nesër do bëj më mirë dhe nesër ndjej akoma dhe më ankth dhe i gjithë ky ankth nuk më bën t'i bëj gjërat mirë. Dhe imagjinoj që po ashtu dhe prindin të rësi në nivel të tyre arsimor, por gjithashtu edhe të menaxhimit emocioneve ndjejnë këtë ankth, apo bëj mjaftueshëm si prind sot, duhet të përqafoj teknologjinë, por gjithashtu duhet të mbaj pas vetes edhe kujtimet e fëmijërisë time, që gabimet që kanë bërë prindrit me mua mos t'i përsërisun me fëmijët e mi, që t'i jap atyre mbështetje, por mos t'ia zgjidh problemet, ta udhëheq, por mos të jem pastaj ai lideri i përjetshëm. Të gjitha këto pikpyetje na e bën ndoshta edhe kërkimi i vazhdueshëm për prindërim më të mirë. Na i bën librat, literaturët, na e bën ajo pikpyetje që dikur nuk e bënin fare prindit, e merrnin të mirë që ne jemi prindër, ne e dimë edhe pikë. Kurse sot ne e vëmë në pikpyetje dhe unë e shikoj di gjë të mirë këtë. Nëse po ngrim në pyetje që a jemi prindër të mirë, do të thotë që jemi të ndërgjegjësuar, po kërkojmë për më mirë. Imagjinoni pastaj sikur të ishim kaq perfekt dhe thoshim i di vetun ato gjëra, është fëmia ime, është prona ime dhe bëj çfarë të dua.